shumë të rapërt. Megjithatë, desha veç edhe me cekën e gjatë. Shpesh herë nga praktika klinike, të çiftet cilat janë diferenca në moshë, shihet sikur krijohet një farë konflikti bazë në planifikimin familjare, për shkak se nëse burri është në moshë më të madhe, ai insiston kategorikisht që sa më shpejt me arrit shtazani, me qëllim që mos me kalu mosha dhe me qëllim të arritjes rezultateve dhe planifikimeve të veta, ndërsa ana tjetër është se ka qëllime karriere dhe nuk është që intereson shumë shtazania. Dhe këtu normal që ka mundësi të krijohen edhe konflikte kësaj natyre. Sidoqoftë, përfundimisht, nuk dojna me qenë shkaktar të pengimit të njerëzve që lidhen për qëllime dashurie dhe thjesht lidhje që planifikojnë një të ardhme gjatë nëse kanë për shkak diferencës në moshë. Megjithatë, na prapë them që si profesionist mjekësor kemi për qëllim të informimit sa çka mund të ketë probleme në të ardhmen.